kanë mungu një kohë bukur të gjatë, madje në momentin kur ajo shpall një dekret e shpërben kuvendin, gjykata kushtetuese thotë jo, nuk u shpërbe kuvendi, të thuhet që presidenti ka rujt rendin kushtetuese, tha zoti Aziri 2 herë për mush, goxha strange në anglisht, diçka e çuditshme. E çuditshme. Por fundja fundit në e dim tash konstelacionet politike si mund me ndodh. Po shkojmë tek pyetjet. Unë po insistoj edhe më shumë, cilat janë vijat e kuqe të LDK-s në zgjedhjen pra këtë proces në zgjedhjet presidentit. A ka gatishmëri LDK-ja që të ndihmoj procesin për të zgjedhur një president ose presidente pa librezë partije? Pra, jeni në kryetari i subjektit i LDK-s, unë besoj që mundeni pak a shumë edhe më shumë eksperu që citat. Për ndryshe, pyetje tjetër do të ishte për juve, me që jeni matin politike, dhe unë kam respekt jashtëzakonisht madh juve që dini. Unë besoj që ju edhe ju e dini që është reale, por megjithatë më vjen edhe i komenti juaj. Nuk, ose dëmhasa tha, çka nëse juve ju thot ofroni një kandidat për president LDK-s. Nuk ka pas praktika tilla dhe nuk besoj që mund me funksionu në politikë bërën e Kosovës, të paktën këtë konstelacion që përmendet që ka një lloj pa se quajtet këtë bashkëpunimin që realisht ka një farë lloj diskrepancë të madhe në komunikim ndërmjet subjekteve politike, që një subjekt i cili është në opozit të ketë presidentin dhe një subjekt tjetër të qeverisë. Pra, nuk jemi në qatë stat. Në nuk jemi Gjermanisë, në Gjermani kemi që citat, kur atje ende vazhdon të jetë president që ka orë nga SPD atje, por a e lu në rolin e tij sepse ka një demokraci të edablume. Në Kosovë merrni me mend. Po ja ofroj ka PDK-s ose LDK-s, që po hamendësohet në përshtatje, që unë besoj që nuk është e pamundshme, është jo reale kjo. Dhe kryeministri me kuvend nxjerrin ligjet shkojnë në zyrën e presidentit, presidenti lun është i LDK-s ose i PDK-s, nuk e nënshkruan,